që këto besëqytnit kanë mbetë si pasojë e një shkaku që ka ndodhë, apo? Për shembull këndrimi i rrugës, na ka rënë me dëgju, jo vetëm te na, po gjithkohë në botë ekzistojnë të tema. Për shembull ndrimi i rrugës, i shkëndosht me ditë esencën edhe fillimin, zanafillin e saj se ku ka lind. A mos është kanë frika që të ketë gjatë asaj rruge të ketë ndonjë pengesë, edhe është fillu me qatë pengesë, edhe ka kalu besëqytni. Po marr shembull, nëse dikush ka ditë që saj rruge ka më kthy nusja dhe dalëm të bëjmë një pengesë edhe gradualisht është kthy në besëqytni, a? Grupet politikit ilegales pse kanë ndrur rrugët? Ato s'kan pas besëqytni. S'kan pas besëqytni, por i kanë ndrur rrugë për të bënë një pengesë gjatë rrugës. Para luftës ilegales, domethënë ato i kanë ndrur rrugët vazhdimisht. Po i kanë ndrur vazhdimisht se ka pas pengesa gjatë rrugës. Po kjo ka kalu tani gradualisht, po mendoj, sepse nuk e di unë me moshën e ri, po gradualisht ka kalu në besëqytni, apo? Me këshir pa esencë, që përmendni nderumit e çështja e besimit Abrahamit ose besimet profetike. Më pëlqej, po Abrahamin e përmend nga aspekti po dy se i njëjti person. Ne quajmë Ibrahimi alayhis salam, që është i njëjti njeri, po flitet për të njëjtin person, a? Për shembull, ai ka kërku besimin. Një kohë ka thonë që Zoti është dielli. Edhe pas perëndimit diellit, që kemi mësuar librat fetar qiellor, Kurani fa më madh, ka thonë që është hana sepse hana është e shëndetshme dielli perëndaj. Pas kësaj edhe hana u largua mbetën yjet. Edhe hyjet u shua dhe dikur tha që unë do ta besoj dikon i cili nuk ka lindje, nuk ka perëndim, nuk shuhet e kështu me radhë. Edhe do thotë ka qenë kërkimi i besimit. Ka qenë kërkimi i besimit. Në fillim të emisionit e përmenda që mposhtja e ignorancës imposht edhe besëqytnit apo magjinë e zezë. Sepse shkenca, teknologjia, arsimimi, mjekësia... Nëse flasim për magjinë e zezë, kujtojmë feja çka thot për magjinë e zezë? A ekziston feja islame në këtë rast, po flas nga këndim, pa dashur që të nënçmoj dhe të feja islame neve na porosit që studimi, shkollimi është çështje esenciale e një mirëqenie të pastërt edhe të mirë edhe të shëndetshme. Nëse kemi kokëdhimbje, nuk është që na ka bërë dikush magjizë, po duhet me pas një konsult me një neurolog ose me dikon të kësaj fushë, apo dhimbja e barku duhet me pas një konsultim me doktor, me mjekun familjar, për shembull, me gjithë se ku është çështja edhe problemi. Jo gjithsesi duhet besojmë që dhimbja e dhambit është nga magjia e zezë, po duhet me shku tek dentisti edhe me kryat problemi i cili ekziston, por ekziston edhe mundësia për përmirësim apo për mjekim të saj. Në këtë rast, mendoj që kohët e mahershme, në mungesë të zhvillimit, në mungesë të gjërave esenciale, kanë pas besim që ka ndodhur një magji e zezë, ose ka pas besim që ka ndodhur diçka e tillë. Mposhtja e ignorancës, çdo herë neve do të na largoj nga gjitha temat e besëqytnisë, e magjisë zeze të tjera. Në aspektin shpirtëror, po mësyshit, në aspektin shpirtëror, e përmendi, nuk po di pastori, apo e përmendi në aspektin shpirtëror, ose ai lejtore që del në fusha, është aja euforia, apo është aja ndjenja gjithaj person që është duke shiqua dhe komplet përgatitit e tina, mujnë me ra hoq sepse ka një trema, për shembull. E në aspektin shpirtëror, lutja tek diçka që beson personin fjalë, në këtë rast po flas për aspektin dhe këndvështrimin tim, për shembull lutja tek Zoti e qetëson pak njeriu edhe bën që ta çet në pa përgatitjet e tina. Por